Kjo është foto e vitit 1967, ndërsa kjo e vitit 2025. U bën shumë mirë në fakt, ishte një veprim i dobishëm. Para se të them anët e mira, le të citojmë anët e këqija të këtij veprimi. E para, një përdhosje e shenjtërisë së fesë dhe e lirisë së saj. E dyta, një veprim jo ligjor nga institucionet që predispozohet ta ruajnë ligjin. Ligji a duhet të funksionojë në shërbim të drejtësisë apo të tekave të fortit? Anët e mira janë këto. E para, mesazhi që ndoshta nuk do të lexohej as nga 100 veta, arriti tek qindra mijëra veta dhe i dha frymë një kauze për ruajtjen e ligjit, të drejtave dhe lirive fetare dhe dinjitetit. E dyta, fjalën e pejgamberit a.s. që u munduan ta përdhosin, e lartësuan më tepër dhe e bën temë të opinionit publik. 3. U bëri mirë muslimanëve të ulen me këmbë në tokë dhe të mos gënjehen, se bijtë atyre që ndaluan të thuhet ka Zot, nuk e respektojnë Zotin më tepër se sa etërit të tyre, por e përdorin sa të kenë interes. Nëse shqiptarët e çfarë do besimi nuk e ruajnë nderin dhe dinjitetin e tyre, ata e meritojnë që t'u kthehet diktatura. Fjala e njeriut më madhështor të tokës, pejgamberit Muhammed a.s. i paska shqetësuar dhe u munduan ta ulin. Karshi këtij veprimi, ne në mënyrë pasore po citojmë një mesazh më të madh, nga më lart, nga Zoti i gjithësisë. Ai thot: ata thurin kurthe, e Allahu u thur atyre kurthe. Padyshim se Allahu është thursi më i mirë i kurtheve. Pra në kuptimin se Allahu u aprish dredhit keqbërësve dhe u kthen kundër dredhit të tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë.